OSBE ka vërejtur se ka pasur përfshirje shumë të paktë ose fare të rinjve në aktivitetet komunale ose në këshillat të veprimit rinor lokal, aq më pak të atyre me aftësi të kufizuara. Kështu u shprehën përfaqësues të OSBE-s në një takim me të rinjt me aftësi të kufizuar në regionin e Rafshit të Dukagjinit. Nevojat e të rinjve, përfshirja sa më madhe e të rinjve me nevoja të veçanta në strukturat e këshillave të veprimit rinor lokal, zgjidhjen e këtyre sfidave, bisedojmë pra për sfidat, dhe sigurisht përfshirjen në aktivitetet e organizuara të rinjve që organizohen nëpër këto komuna. Vetë të rinjt u shprehen se do të bëjnë përpjekje maksimale që të rinjve me aftësi të kufizuar t'u jepet hapësirë bashkëpunimi. Është zgjedh mënyrë direkte, nuk ka hyrë në këshill në bord, mirë po fatmirësisht është zgjedh me vota një pjesëtar prej rradhëve të hendikosit. Më vjen mirë shumë që është një femën që e kemi aty edhe po jep maksimum kontributin e saj dhe mos them që është ndër më të fuqishmet, ndër më pjesëmarrëset në të gjitha takimet e mbledhjeve të bordit. Këshilli i veprimit rinor lokal në Klinë sot është një strukturë e vogël, ta them ashtu, e përbën prej 4 anëtarëve, ose më gjithsesi ta themi prej 4 organizatave OEQ, të cilat kanë shprehur vullnetin e tyre që të përfshihen në KVRL. Në komunën e Klinës janë afërsisht 20 organizata jo qeveritare, do të thotë që gjitha nuk janë përfshime në KVRL. Nga kjo tryezë u nxorën edhe rekomandime për të cilat pjesëmarrësit thanë se do të bëjnë përpjekje t'i zbatojnë nëpër komunat përkatëse.